Kjo sure o sure të sënë të gjithë e dim, por se shpesh herë, dhe kjo është edhe nga porosit e kësaj sureje, shpesh herë njeriu kur mëson diçka mendon se edhe ka përvetësue dhe se s'ka çka të shtohet aty. Por shembull, krejt e dim na surën Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe pikrish kjo sure me kaq ajete të pakta, e cila mësohet nga të gjithë, pejgamberi jon alayhi salatu wassalam i mbledhi sahabët dhe ju tha: sot do t'ja u lexoj 1/3 e Kur'anit. Pra, me fjalë të tjera, kur ti e mëson surën Kul huwallahu ahad, brenda kësaj sure janë 200 faqe të Kur'anit. Nëse zbërthehen ato, dalin 200 ajete të tjera të sa ti ka shpjeguar Zoti jon te bareke ve teala. Andaj, surja nëse është e shkurtër, nuk do më thonë se përmbajtjen e ka të shkurtër dhe përmbajtjen e ka të ngushtë, madje mund me ndodhe kundërta. Dhe kjo është nga takati i Kur'anit. Kjo fuqia e Zotit xhelel xhelalu, ku në fjalë të shkurtra sjell diçka të madhe për t'u shkurtuar rrugën njerëzve, për t'u shkurtuar rrugën njerëzve. Andaj, surja Kul huwallahu ahad është sureja ndër suret më të vlefshme. Andaj kanë thënë dietarët, ajeti Kursi është karshi surës Al-Ikhlas. Madje kjo sure, nga bereqeti kësaj sureje, dietarët në për librat e tefsirit kanë arrit me emërtue mbi 20 emra. Kjo sure do e quajnë surja Allahut, do e quajnë surja Al-Ikhlas, që kemi në mushaf, do e quajnë suratu Samad, do e quajnë surja e pastërtisë. E kështu me radhë për emrave të shumë që e kam përmend dietarët. Dhe kjo çfarë aludon? Kur nisen ka shumë emra, aludon për bollokin. Sigur Allahu xhelel xhelal që ka shumë emra, aludon për bollokin e cilësive dhe për sosmorive që ai ka Zoti jon te bareke ve teala. Andaj sura Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, është paralel me ajetin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Për cilat arsye? Sepse suratul Ikhlas flet veç për Zotin, s'flet për dikant tjetër aty. Sikur që ajeti Kursi për kërkan s'flet përveç Allahun te bareke ve teala. Ka qenë një sahabi pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, i cili ka qenë në një periferit Medinës. Dhe ka qenë imam te lagja vet. Dhe sa herë që ka dal imam, e ka lexuar Elhamin, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Fatihan, dhe e ka lexuar surën Al-Ikhlas. Po më interesantja është se nëse e ka nisë një surë tjetër me lexu pas Fatihas, prap mas e ka kryqat surë, e ka lexu surën Kul huwallahu ahad. Dhe sahabët tjerë xhamatli që janë kanë, disi u ka du kjo e çuditshme. Si ka mundsi ki seher ose e lexon surën Kul huwallahu ahad, e nëse haron fillim e lexon masi ta lexojë një surë tjetër. Dhe disa xhamatli shkojnë te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe i tregojnë dhe ja Rasulullah, kështu. Për sa më të thirrat njëri. Dhe shiko kjo është, thirrat ata dëgjojna. Jo disa njerëz për shembull dëgjojnë i parë thotë, u kry. Mirë ki jo valla, sa zullum pas ka bë. Jo tha thirrat ata. Erdha ai. Tha është e vërtet kjo çka thon? Tha po ja Rasul. Shumë e vërtet. Sa herë lexoj ose surën Kul huwallahu, si ta haroj lexoj tjetër. Dhe para se më fol për sa më ki tha, si të mdojnë mirë, si mos ta unë kam shkiri punë të mia Rasulullah. Unë sem t'ju imponuar në këtë. Tha mirë, am tregon pse e ban këtë punë. Tha ja Rasulullah, unë e kom gjetë si këtë sure Allahu fol veç për veti. Dhe në ta është cilësia e Rahmanit. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu është një, për Allahun kanë nevojë ketë. Tha për shkak se fol veç për Allahun, unë këtë sure e du. Atë shka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, hubbuka iyaha. Tha dashuria që e ki për surën, që këtë sure të ka fut Allahu me ta në xhennet. Allahu na bëj xhennet live. Pse e ka fut Allahu në xhennet? Vetë pse kur e qatë shumë e ka dash këtë sure, mirë për e ka dash me arsye, e ka kuptu, e ka kap arsyen edhe përmbajtjen dhe do me thonë e kësaj surës. Ka thonë, ja Rasulullah, në këtu folë Allahu veç për veti. A mund të paramendoni sahabët sa shumë i përcjellnin ajetet e Kur'anit, dhe kur e gjenin një ajet që folë veç për Allahun, ati në aleshin? Apo? Ati në aleshin. Andaj janë pajtu këtë ulemat e historijës dhe të muslimanve, se sahabët kanë polemizuar shumë pika. Por shemë kanë polemizuar ndonjëherë në formë namazit, në formë zekatit, disa pjesë të agjërimit.
Sikur ka ardhur sahabia i cili për sifirin e ka marrë 2 pej, bardhën dhe xivin. I keni dëgjuar këtë gjëra. Kanë polemizuar për haxhin, apo? Ka gjëra që kanë polemizuar, s'janë pajtuar. Mirë, po është një kaptin, s'ka polemik. E vetë një kaptin që të sahabët s'ka polemik është kaptina e Zotit. Kejt e din njësoj atë Allahun. E të na e kundërta është. Të na për Allahun polemizohet. Hasha wa kella. Andaj sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam e njihnin mirë Zotin te bareke ve teala, e cila neve sot na mungon. Andaj e ndalin një sahabi tjetër pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, i cili quhej Ubej ibn Ka'b. Ubej ibn Ka'b. Dhe i tha, të pyes një pyetje. I tha pejgamberi, ta bëj një pyetje. Dhe kjo forma ta bëj një pyetje pejgamberi ishte për të ngritur ambicet, për ta, domthon, për ta bënë më aktive apo ambicin tek tjetri, por që ta ngjallë apo din çfarë ka po të pyes. E jo që pejgamberi nuk i dinte ato pyetje. Ta bëj një pyetje. Tha po ja Rasulullah. Tha e diti cili është ajeti, jo surja, ajeti më i madh në Kur'an? Tha Allahu dhe pejgamberi sa më din më mirë. Kjo ishte pe edepit sahabeve. Se edhe kur e dishin një gjevap, thoshin Allah e di më mirë dhe pejgamberi sa. Kjo është për ta shpreh respektin. Tha cili është ajeti më i madh sipas teje? Tha ja Rasulullah, nuk e shoh pos Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Deri në fund të ajetit. Atëri tha pejgamberi sa edhe e mor dorën dhe a preki gjyksin. Tha e gëzofsh diturin o Ubej, e gëzofsh diturin. Pra ja miratoj pejgamberi sa se ti e gjetë cili është ajeti më i madh. Mirë. Çish e gjet? Çish e gjet? Sepse në këtë ajet fol veç për Allahun te bareke ve teala. Andaj kthehemi te sureja. Kjo sure fol veç për Zotin. E sa duron njerëz me fol për Zotin? Shumë pak. Shumë pak. Për shembull, njerëzit e këshirin një emision, dhe kjo është shumë interesant. Njerëzit e këshirin një emision 2 orë, e cila e u shpjegon për një pajisje fshins, e cila e fshin te piku. Apo, do të qyre, kështu e fut në rrim, kështu pasani e nxjerr ujin, pasani e hek vërllogin, e kështu me radhë. 2 orë si bëhet bajat, apo? Njëri e këshir atje një vetur 3, kursën e blen ata, veç e këshir. Sa e mirë kana. Njëri e këshir një telefon, kështu bëhet, kështu apo? Është interesant, shumë interesant. E kur t'ja shpjegoj surën Kul huwallahu ahad, thot hoxha, sa ti jam avanuar. A nuk o kjo turpi pi Zotit xhelel xhelalu. Ni fshins na e dorojnë me na shpjegoj njëri 3 orë, edhe thëna, a mund s'ka edhe një video tjetër se po du me ble. Apo, ndërsa Allahu xhelel xhelalu e ka bo sharr xhenetin me mësu Kur'anin e Allahut. Andaj thaj, që kjo surët ka fun xhenet tyje, se e ke dash këtë surë. Ata sahabët, edhe ata ishin njerëz si na, pi gjakut dhe prej mishit. Çka i bani ata me fitu xhenetin? Se këtë syti kishin të ki Kur'an. Ju kishte fol Zoti nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu selam. Ata e çmonin se kjo fjalë e Zotit. E neve Kur'an be? Kur'an. A dim na çka folim donjëra, jemi të vetëdijshëm deri ku shkon fjala. Tonacionin kur e thojna, tingulli ka me ana. Çish Kur'an. Fjala Allahut çka më të madhe. Ti parë dikush me timor, apo disa vetura i kanë vedh, këtë çajiri do mu çun kam, pse? I kanë vjedh. Rrogën me avanue, këtë familja e mërvesh, apo? Ndërsa pse ai nuk e di një emër të Zotit, një cilësi të Zotit. Pse ai nuk i di se shumë pendime i ka obligim me i baje, s'është problema, çon jetën e tina, sepse Allahu xheja ka siguru damart me hec, jo me shart imanit, po me një shart tjetër, të se ne ka vendosaj në ligjin e tij universik. Andaj mësimi i parë është që neve të mësojmë për Zotin, të mësojmë për Allahun. Kush o ky Zot? Çka do kipi neve? Pse e ka zbrit këtë Kur'an? Pse na ka obliguar me mësue? Kjo është surja Kul huwallahu ahad. Dhe mësimi i dytë, dhe porosia e kësaj sure dhe me këta përfundojna, është fjala kul, të se me filluam. Kul huwallahu ahad. Pse kul? Pse thuaj? Kjo shumë rëndësi, besimtari edukohet në hijen e kësaj sureje. Ne për Zotin nuk dim me fol pos asaj që na ka mësua Allahu. Andaj, a dim na dënë emër tjetër për Allahun pos Allahu? A dim? Ka e kemi morë Allahu? Pse ata e kanë Perëndia? Pse ata një ndi i thojnë lopa? Pse ata tjerë i thojnë ndryshe? Pse ata i thojnë njëni Zoti dritës, Zoti i territ, Zoti të mirë, Zoti të keqës? Pse ata se kanë Allahu? Se s'kanë Kur'an? Si ka folë Allahu xhelle xhelalu? Andaj na edhe emrin Allah, edhe emrin Rahman,
edhe Rahim, edhe Ghafur, edhe Wadud, edhe këto emra të Zotit i kemi marrë pi Zotit. Si kemi shpik neve. Na nuk zbulojnë atë që po pretendojnë disa njerëz me zbulu Zotin, me ndjej Zotin. Jo, na lexojmë Kur'anin dhe i bindemi asaj çka na ka ardhur në Kur'an. Citat. Sepse Allahu te bareke ve teala i ka thënë pejgamberit vet, Muhammedit alayhi salatu wassalam, dritës më të madhe, shpirtit më të ndritur, inteligjencës më të lartë. Janë pajtu njerëzit që si besojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam sa janë më inteligjenti i dunjës. Këta për informacion. Orientalistat, shumë prej tyre janë pajtu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që nuk e besojnë si pejgamber, është inteligjenca më e madhe. Çiti njerit i ka thënë Allahu te bareke ve teala: Ma kunta tadri mal kitabu wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Fa o Muhammed alayhi salatu wassalam, ma kunta tadri mal kitab. Ti se ke ditë çka ka Kur'ani. 40 vjet ke jetu, një harf Kur'anit s'ke mujt me thonë. Një harf Kur'anit s'ke mujt me thonë. Jo veç kaç, as imani, as se ke ditë çish është Allahu, as se ke ditë kush është, çish është namazi, as zekati, as agjerimi, si ke ditë të gjëra. Walakin, shiko, ne Allahu thotë, ne ti dham ato me dritën, me mëshirën tonë, ne ta zbardhëm ti rrugën, me të cilën dritë ne udhzojna kanë dojna për robëve. Allahu i ndriçon zemrat tona. Që kanë ndriçuar zemrat e muslimanëve për gjatë historisë. Imani është dhurat prej Allahu xhelel xhelalu, me pa dhe me e ditë se ka hecet ka Zoti, nuk arrihet me inteligjencë. Ka njerëz shkolla, kanë njerëzit të kryera dhe fakultete, edhe doktoratura, po del për shembull thot, apo gjërat kota, gjërat liga, se beson Zotin, ka mjek që beson Allahun. Ai e shaket formatin e komplikum, ai nuk di çish me shpjegua ata, apo dhe prap thot natyra. Sepse imani nuk vjen me shkollë, vjen me lutje, vjen kur e lut Allahun, ihdinas siratal mustaqim, na uzo Zot në rrugën e vërtetë. Andaj fjala thuaj çka është? Merr në epizotit çish me besu për Zotin.